Një ëmbëlsirë të shpejtë dhe të veçantë kemi për sot. Si fillim do të na duhet 30 gram gjalp, të cilin do ta shkrim. Tek gjalpi do të hedhim 300 deri në 400 gram kadaif të grirë dhe do ta skuqim derisa të marrë ngjyrë të kaftë. Pasi ka marrë ngjyrë, do t'i hedhim pak sheqer sa për ta ëmbëlsuar. Dhe do vazhdojmë ta përzijem për disa minuta të tjera. Tashmë kadaifi është gati, do ta lëmë të ftohet. Ndërkohë në një tenxhere do të hedhim rreth 1 litër qumësh, 100 gram sheqer, do të hedhim 2 lugë niseshte, 2 lugë miell dhe vanilje për t'i dhënë aromë dhe shije shumë të mirë. Do ta përzijem vazhdimisht në temperaturë të ulët, pa ndërprerë sepse mund të ngjisë, derisa masa të fillojë të trashet plotësisht. Pasi masa ka filluar të trashet, do t'i hedhim pak gjalp. Të vazhdojmë ta përzijem përsëri derisa të shkryhet gjalpi dhe do të fikim kur të fillojë të marrë val. Më pas do ta kalojmë në një enë dhe do ta lëmë të ftohet plotësisht. Pasi të jetë ftohur, do t'i hedhim rreth 200 gram pana pluhur, mund përdorni edhe pana lëng. Të vazhdojmë të rrahim në mikser për disa minuta. Tashmë kremin e kemi gati. Do fillojmë të përgatisim ëmbëlsirën. Si fillim në gota do të shtrojmë kadaifin, i cili tashmë është ftohur. Do të hedhim nga masa e kremit. Do të hedhim përsëri pak kadaif. Dhe përsëri sipër kadaifit krem. Dhe në fund fare përsëri kadaif. Pra gjithsej ka 3 shtresa me kadaif dhe 2 shtresa me krem. Sipër i kam vendosur pak arra, por dekorimin ju mund ta bëni sipas dëshirës. Do ta vendosim për disa orë në frigorifer dhe më pas ëmbëlsirën e kemi gati. Kjo është një nga ato ëmbëlsira që duket e thjeshtë në pamje, por ka një shije shumë të mirë. Nëse e provoni, ju bëft mirë. Dhe nëse video ju pëlqeu, mos harroni të bëni like, koment dhe ta ndani me miqtë tuaj. Faleminderit që më ndiqni.